Përshëndetje Miranda, faleminderit që e pranove ftesën. Lutem, me kënaqësi më të madhe. Me pak fjalë, çush ka qenë 2025 për ty? Po ka qenë plot me aktivitete si zakonisht. I kam pas 2 bashkëpunime, 2 duete, njëra me Shkull të Fezën, atëherë në fillim të vitit 2025, ajo kënga për pavarësinë, jemi shqipet kuqezi. Pastaj ka qenë ajo me Fatjeta Bardullushin, njerit kom qenë edhe në recitalin e Fatjetës në Shkodër, në teatrin Migjeni që kom pas ëndër me marrë pjesë në teatr në shkel emra të mëdhej të botës së muzikës edhe të artit në përgjithësi. Pastaj ka qenë ajo e fundit kënga për Shkupin në bashkëpunim me Avni Çailin, që ka qenë gjithmonë një ëndër për me këndu një këngë Shkupit tim. Edhe tekstin e kemi përshtat shumë mirë, do me thanë në atë që 2 të rinj takojnë dikun në Mërgat, edhe kështu që u lidh me mua se unë gjysmë po jetoj atje gjysmë këto dhe shumë u ka përshtat. E me që jemi edhe të veni, e kam një pyetje, Shkupi, Prishtina apo Gjermania? Po dëgjoj, në Shkup e kam vendin ku në kom darë si këngëtare dhe kudo që shkoj unë përsëri kthehem këtu në Shkup, se i kom edhe print, e kom shoqërinë e fëminis, edhe më lidh shumë çka me Shkupin. Prishtina është ajo që unë kom shumë aktivitete në Prishtinë dhe ajo Gjermanisë është sepse unë jetoj atje me familjen dhe atje gjej qetësinë time, kështu që pa të trijat nuk muj. Muzika shqiptare, a mendon që po e ruan originalitetin? Jemi të ndarë, do me thonë, unë e them, kemi komunitet artistik, edhe ata tjerë që nuk i intereson kjo artistikja fare, po i ka marrë ajo hovi i asaj antivlerës, muj me thonë. Okay. Që s'po i intereson ajo artistikja fare. Nuk është komercialja gjithçka, unë e kuptoj që njeriu, do me thonë, duhet të mbjetoj, por jo tashi ta prishim artin ton të bukur shqiptar. Nëse nuk e ruajmë ne, kush duhet me e ruajt? Okej, Miranda, a ke menduar ndonjëherë të rrheqen nga muzika? Asnjëherë, vetëm nëse më lezoni. Cila është një moment i vështirë që të ka ndodhur në jetë? Ka pas shumë momente të vështira në jetën time, të cilat më kanë bë mu ndje edhe më e fortë, edhe mu rikthy me një fuqi edhe më të madhe se që kam pas. Cili është një moment që nuk e haron kur para publikut? Para publikut? Diçka interesant, apo? Po. Pak është qesharake. Kom qenë në Ulqin me një koncert, edhe koncerti ka qenë jashtë, po skena ishte me drasa. Edhe më fut toka me një vrim, edhe drisa këndoha mirë, lëvizjet i bëjsha okej, po momenti që dushte me ik për skenës, më bëjsha me ik tokën prej vrimës, edhe më ka desh me desh këpucën edhe me ik dorë, ma shumë darë trokitje kom marë për qatë gjest, se që kom këndua. Të shojmë që je shumë pozitive, a ka najra që bën që shumë nervoz? Nervoz bohem, po më kalon shpejt. Se nuk e lejoj me më përfshi energjia negative, du veç energji pozitive. Sa e bukur kjo. A ke menduar ndonjëherë largimin nga muzika? Jo, nuk e kam menduar, po nuk i diet jetës. Nuk diet një jetë me shka do të përballemi, apo kupton, po të tërhiqem nuk kam nevojë sepse kam alat çka më i dhon artit shqiptar. Cila është data më e veçantë për ty? Muj mi përmend 3. Është data kur jo martu, data kur më ka lind djali Doni, edhe djali Deti. Janë 3 data të rëndësishme në jetën time. Dhe e fundit, u kam përzgjedh 2 emra. Ka në zgjedh mes Avni Çailit edhe Sara Hoxhës. Duhet emër. Një emër të duhet? Atëre, qysh me bë emrin e Avniut dhe Sarës bashk? Gjysmë emri të Sarës që ajo është emri. Nuk mujë. Normale kisha zgjedh Avniun ma mirë. Sepse me Avniun kam kujtime pa fund që fëmijë jemi bashk, po edhe Sarën
edhe unë edhe Avnia e dojmë shumë, kështu që çati është me neve. Okej, atëre kjo ishte dhe të pyetjet me Miranda Hashonit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë mal, putje për krejt edhe shumë dashni për krejt juve që po na shikoni.